Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko deklaroi për BBC-n se Ukraina mund të detyrohet të heqë dorë nga territoret e saj si pjesë e një marrëveshje paqeje me Rusinë, mes një presioni në rritje nga presidenti Donald Trump për të pranuar lëshime të këtij lloji. Një nga skenarët është të heqësh dorë nga territori. Nuk është e drejtë, por për paqen e përkohshme, ndoshta mund të jetë një zgjidhje e përkohshme. Por ish kampioni i boksit 53 vjeçar i kthyer në politikan, theksoi se populli i Ukrainës nuk do ta pranonte kurrë pushtimin nga Rusia. Ai foli disa orë pas një sulmi rus me raketa dhe dronë në Kiev, i cili vrau 12 vet dhe plagosi më shumë se 80 të tjerë. Duke folur për programin Today të BBC Radio 4 nga zyra e tij në qendër të Kievit, të njëjtën Klitschko vuri në dukje se ishte përgjegjës për kryeqytetin e Ukrainës, duke e përshkruar atë si zemrën e vendit të shkatërruar nga lufta. Ai tha se presidenti Volodymyr Zelensky mund të detyrohet të ndërmarrë një zgjidhje të dhimbshme për të arritur paqen. Kur u pyet nëse Zelensky ka diskutuar me të ndonjë detaj të një zgjidhjeje të mundshme, Klitschko u përgjigj shkurt jo. Presidenti Zelensky e bën vetë, nuk është funksioni im, deklaroi ai. Duke u referuar një përplasje shumë publike me Zelensky dhe Trump në Shtëpinë e Bardhë në muajin shkurt, kryebashkiaku sugjeroi se çështjet kyçe midis politikanëve të lartë duhet të diskutohen më mirë pa praninë e kamerave.